Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Lëvizja Vetëvendosje është konfirmuar si partia e parë me 42.3% të votave. Kjo parti ka marrë 48 ulëse në kuvendin e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 20.95% të votave apo 24 ulëse. Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 18.27% të votave apo 20 ulëse. Koalicioni Alanca për Ardhmërinë e Kosovës, NISMA, ka dalë në vend të katërt me 7.06% të votave apo 8 ulëse. Të komunitetet, Lista Serbe ka siguruar 9 ulëse, ndërsa za Slobodu Pravdu i Opstanak 1. 2 ulëse i ka siguruar Kosova Demokratik Turk Partisi, ndërsa nga një ulëse kanë marrë edhe Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, Nova Demokratska Stranka, Koalicia Vakat, Partia Liberale Egjiptiane, Social-Demokratska Unia, Jedinstvena Goranska Partia dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Në nivel vendi, të drejtën e votës e kanë shfrytzuar 966.283 qytetarë, apo 46.54% e atyre me të drejtë vote. Në fjalimin në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetari Krishnik Radoniqi ka thënë se vonimi i shpalljes së rezultateve ka ndodhur për shkak të zbatimit të ndryshimeve të shumta ligjore dhe problemet me prezantimin e rezultateve preliminare për subjektet politike. Subjektet politike dhe kandidatët mund të paraqesin ankesa ndaj vendimit për shpalljen e rezultateve përfundimtare brenda 48 orësh në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.